zhvillimeve këtu në Shqipëri, zhvillimeve të javës, mjaft të rëndësishme. Kam kënaqësinë të kem lidhje të drejt për drejt analistin dhe studiuesin e politikës Ruel Domin. Ruel, të përshëndes dhe faleminderit që jemi së bashku. Egon, të përshëndes zonë, faleminderit për ftesën. Po nis me disa zhvillime mjaft interesante dhe të rëndësishme sigurisht, shumë të rëndësishme madje do thoja të arenës ndërkombëtare. Duket sikur presidenti Trump po arrin paqen mes Izraelit edhe palestinezëve. Këto dy palë janë ulur tashmë, raportohet që janë ulur në tryezën e bisedimeve për të arritur marrëveshjen, ndërkaq që thuhet që presidenti Trump mund të udhtojë gjatë fundjavës në lindjet e mesme nëse do të kemi një nënshkrim të një marrëveshje historike mes izraelitëve dhe palestinezëve. Çfarë mund të themi më shumë? Po, në fakt, unë mendoj që t'jetë e drejtë, domethënë Trump dje ka anoncuar që ka një marrëveshje midis Izraelit dhe Hamasit për implementimin e kritereve të fazës së parë të planit të paqes. E pak a shumë e diskutuam dhe në emisionin e kaluar që përposa këtyre 20 pikave, ky plan në aspektin ushtarak dhe strategjik, plani i paqes, është i ndarë në 3 faza. Dhe faza parë pak a shumë është tërheqja e IDF-it, e forcave të mbrojtjes Izraelit, nga ajo vija parë pranë Gazës, pranë Gaza City, pranë qytetit të Gazës, dhe kjo fazë kuptohet do shoqërohet dhe me lirimin e ndërsjellët apo reciprok të pengjeve izraelit në këmbim për disa të burgosur të rëndësishëm palestinez që mbahen në burgjet e Izraelit. Aktualisht janë 48 pengje izraelit që mbahen nga Hamasi, nga të cilat në fakt vetëm 20 janë gjallë, të tjerët janë të vrarë, por nuk janë kthyer akoma. Dhe këto pengje do të këmbehen për një grup luftëtarësh, por dhe udhëheqësish politik palestinez që do të zgjedhet Hamasi, madje Hamasi sipas informacioneve që unë kam lexuar online ka çuar një listë me të burgosur palestinez. Këto të burgosur janë dhe 2 figura shumë të rëndësishme, Marwan Barghouti dhe Ahmad Sadat. Barghouti veçanërisht shihet si pasardhës i Mahmoud Abbasit, i presidentit të Palestinës, apo i njeriu që drejton autoritetin palestinez, që është organi vetëm qeverisës i bregut i trojave palestineze në bregun perëndimor. Dhe dje president Trump, siç e thamë, ka anoncuar, madje ai ka qenë një round table, ka qenë një tavolinë të rrumbullakët për një çështje tjetër, bashkë me sekretarin Rubio, bashkë me sekretarin e sigurisë kombëtare Kirsti Noem edhe figura të tjera, dhe Rubio i ka zgjatur një letër që ka bërë virale ai klip, dhe kjo letër në një farë mënyre ishte mënyra informale për të informuar president Trump që Hamasi dhe Izraeli kishin rënë në dakordsi. Duhet gjithashtu të thuhet që kjo dakordsi vjen pas planit të paqes, por dhe pas rreth 3 ditëve negociatave që janë zhvilluar në Egjipt. Pra ka pas 3 ditë bisedime mes Izraelit dhe Hamasit në Egjipt, është mediuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Steve Witkoff, që është i dërguari i amerikanëve për lidhjen e mesme, bashkë me Jared Kushner, që është dhëndri i presidentit Trump. Aty ka qenë kryeministri i Katarit, ka qenë shefi i inteligjencës turke, vetë presidenti Abdul Fattah el-Sisi, presidenti i Egjiptit, gjithashtu shprehu, ka qenë pjesë e negociatave dhe ka shprehur dhe bindjen e tij se këto negociata mund të çojnë në paqe. Domethënë ka qenë 3 ditë negociata të detajuara mbas planit paqes që kanë sjellë në këtë vendim. Ajo që unë dua të kuptoj nga ti sa i takon po themi kësaj dakordësie për një plan paqeje, a e sheh afatgjat apo e sheh po themi një moment që ndoshta presidenti Trump dëshiron ta shfrytëzoj për të marrë çmimin Nobel për paqe, po që nuk do të adresoj realisht po themi problematikat kryesore të momentit, se e kuptoj që nuk është ky plan që do të zgjidhë çështjen palestineze në thelb, sepse kjo është një çështje shumë e komplikuar dhe shumë e gjatë në kohë, por të paktën çështjet më prioritare të momentit, a do t'i zgjidh apo jo? Shiko, çështja më prioritare në moment është që lufta të ndalet dhe që vrasjet të ndalen dhe që ndihma humanitare që përfshin ushqimin, përfshin ujin, përfshin naftën, gazin, pra energjinë, përfshin këto produktet e shëndetit apo artikujt e shëndetit të hynë në Gaza. Kjo është për mua pra ndalja e katastrofës humanitare, dhe normalisht kur ndalen luftimet, sigurisht edhe katastrofa humanitare ndalet, sepse nuk ka më bomba që shkojnë në Gaza, nuk ka më blokada normalisht hiqet, sepse lufta ka përfunduar në mënyrë jo zyrtare. Kështu që unë mendoj që ky është objektivi imediat në Gaza, siç e kemi thënë dhe në emisionet të kaluara. Qëllimi i presidentit Trump është
çmimi Nobel i paqes. Dhe çmimi Nobel i paqes sigurisht që nuk jepet nëse ti krijon një shtet palestinez, jepet në momentin kur ti ndal luftën midis Izraelit dhe Hamasit dhe Trump të po kërkon të bëj. Nga ana tjetër, unë mendoj që ti shtron një pyetje të drejtë. A është vetëm faza e parë mjaftueshëm për të zgjidhur problemin sistemik që ekziston në atë rajon? Unë mendoj që jo. Prandaj plani ka tre faza dhe mbas atyre tre fazave do flitet ndoshta edhe për një administratë palestineze që me ndihmën e vendeve arabe dhe SBA-ve do marrë kontrollin e Gazës, dhe pse jo, një ditë edhe një shtet palestinez. Kështu që vetë ndërhyrja e Trumpit ka për qëllim ndaljen e luftës. Më pas të gjithë zgjidhjet politike që burojnë nga ndalja e asaj lufte i përkasin viteve që vinë. Qartë. Mirë, si çështje të dytë, do doja që diskutonim sërish do ngeleshim në Shtetet e Bashkuara, në Washington, atje ku kryeministri i Kanadas dhe presidenti Trump kanë zhvilluar një takim në zyrën ovale, një takim që ka patur provokime në formën e batutave apo batuta në formën e provokimeve, mund ta quajmë si të duam, ku presidenti Trump vijon që të qëndrojë tek ideja e tij për të aneksuar Kanadan si shtetin e 51 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo sigurisht është pritur edhe me shaka për ta shtensionuar pra situatën. Megjithatë, në thelb, a nuk është kjo një provokim i Trumpit ndaj Kanadas dhe ndaj rendit ndërkombëtar më në përgjithësi, për te batutës edhe shakas aty në momentit? Shiko, mendoj që nëse ne shikojmë status quo e rendit ndërkombëtar, pra rendi liberal, 50-60 vjet e fundit, sigurisht që deklaratat e Trumpit e thyen këtë status quo, por të mos harrojmë që unë jam i bindur si shumë geopolitikanë të tjerë, duke përfshirë emra shumë të mëdhenj si John Mearsheimer apo Jeffrey Sachs, që bota e ka lënë rendin liberal dhe ne tani kemi hyrë në një rend multipolar. Dhe ky rend multipolar domosdoshmërisht të jetë më realist dhe edhe fuqisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës do kërkojnë në një farë mënyrë të zgjerojnë territoret e tyre ose të bëjnë marrëveshje të cilat mund të duken të papranueshme nga perspektiva e rendit liberal, por që në fakt fuqizojnë sovranitetin edhe fuqinë e atij vendi. Të kujtojmë pak se si ka nisur e gjithë kjo. Në janar, në momentin kur presidenti Trump hyrë në zyrë, ai filloi ta thriste kryeministrin e atëhershëm Kanadas, Justin Trudeau, guvernatori, pra është një farë mënyrë kryeministri i shteti amerikan ose presidenti i shtetit amerikan, figura më e lartë aty shteti. Më pas ka folur për faktin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës blejnë shumë produkte nga Kanadaja, produkte që nuk i duhen, dhe ishte mirë sikur Kanada të ishte pjesë e territorit amerikan dhe mos kishte fare barriera tregtare, siç shtetet amerikane nuk kanë barriera tregtare midis njëri tjetrës. Dhe në momentin kur pati një ndryshim udhëheqje në Kanada, pritej që të fitonin konservatorët e Pierre Polivierit, për shkak të kërcënimeve të Trumpit, liberalët e morën këtë si një mundësi për të thënë që konservatorët në Kanada janë pro Bashkimit me Amerikën dhe Mark Carney, që ka qenë guvernatori i Bankës Kanadeze, gjithashtu guvernatori i Bankës Britanike, çuditërisht, dhe kryetari i Partisë Liberale u bë kryeministër i Kanadas, duke mportur konservatorët. Që nga atëherë Trump e ka ulur pak retorikën ndaj Kanadas dhe në një farë mënyrë përveç asaj batutës që ai përmendi, pra merger, batuta e bashkimit midis SBA-s dhe Kanadas, nuk e ka përmendur gjatë takimit me Carney këtë idenë e shtetit të 51. Nga ana tjetër, unë mendoj që takimi ka pasur qëllim tjetër. Qëllimi ka qenë tregtia, sepse ne dimë mjaft mirë që një prej një farë mënyrë shqetësime të mëdha që Trumpi ka pasur me partnerët e tij tregtar ka të bëjë me industrinë e makinave. Domethënë që mbas firmosjes së naftës, North American Free Trade Agreement nga presidenti Clinton, një pjesë e madhe e kompanive të makinave amerikane që veprojnë kryesisht në Detroit, në Michigan, në shtetin e Michiganit, vajten në Kanada dhe në Meksik për shkak të kosteve më të ulta të punës dhe për shkak të faktit që tarifat u hoqën, pra ti mund të prodhoje makina në Kanada dhe në Meksik, ti shise në Amerikë pa tarifë. Dhe kjo normalisht e bëri shumë të leverdishme këtë gjë për kompanitë amerikane. Trump që nga atëherë ka vendosur tarifa, në fakt ai në 2018 në mandatin e parë zëvendësoi naftën me atë që quhet USMCA, United States, Mexico dhe Canada Agreement, është marrëveshja tregtisë e lirë që ka pasuar naftën, dhe sigurisht që në këtë marrëveshje tregtisë lirë 80% e produkteve kanadeze nuk tarifohen fare.
nga kjo marrëveshje. Pra, prap Kanadaja ka një marrëveshje shumë të mirë me Trumpin në zyrë, por së fundmi, në mandatin e dytë, Trump ka vendosur disa tarifa në produktet e çelikut kanadez, alumini kanadez, energjinë kanadeze, sektorin e makinave, lumber, aty pra kjo tregtia e druve për imobiliare etj. Pra, çështja është ekonomike dhe po flitet për një marrëveshje tregtare edhe më të volitshme për dy vendet. Qartë, sa i takon një çështje tjetër që doja të diskutonim bashk lidhet me situatën e brendshme politike dhe të rendit ndoshta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kujtojmë këtu që ka një përpjekje nga ana e administratës amerikane për ta përdorur gardën kombëtare brenda territorit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për të përfshirë edhe më shumë ushtrinë në çështjet e rendit të brendshëm. E kemi diskutuar dhe bashkë herën e kaluar, por së fundmi presidenti Trump ka kërkuar në një prej deklaratave të tij tepër, po themi, tipike të Trumpit, arrestimin e guvernatorit të Illinois edhe të kryebashkiakut të Chicagos, që është kryeqyteti i Illinois. E sheh me shqetësim këtë gjë, në rastin konkret dhe pastaj, po themi, më gjerë, nëse do të ketë një farë konflikti civil në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Shiko, për pjesë e konfliktit civil nuk mendoj që ka kushte për një konflikt civil, sepse presidenti Trump mori një mandat thellë në nëntor të vitit 2024 dhe kjo të tregonte që ka konsensus në një farë mënyrë mbas agjendës së tij. Nuk bëhet fjalë tu për Trumpin e mandatit të parë, i cili polarizonte goxha për shkak të faktit që nuk i kishte votat. Madje votën Trumpin në 2016 kur mposhti sekretarin e shtetit Clinton e humbi votën popullore. Ndërkohë që këtë radhë në 2024 përveç se ai fitoi elektorale, fitoi dhe votat e shumicës për agjendën e Trumpit. Dhe kjo e bën të pamundur me një konflikt civil sepse shumica e njerëzve janë me Trumpin aktualisht. Kjo është thjesht klima politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani, por një pyetje sonde, a e shohën me shqetësim? Nëse Chicago do ishte një qytet pa kriminalitet, unë do e shija me shumë shqetësim. Unë në një farë mënyrë kam qenë vetë në Chicago, që qytet përrallor, por sigurisht ka ghetto ku njerëzit të thonë nuk mos shkosh fare, një prej tyre quhet O Block. Unë kam pasur shumë shokë në Chicago që thoshin mos shko në këtë ghetto sepse hap plumb. Dhe kjo është në shumë qytete të mëdha amerikane, domethënë janë kthyer në war zones, janë kthyer në zona lufte. Në këto kushte, në momentin kur guvernatori i shtetit, në rast J.B. Pritzker i Illinoisit, nuk merr masa, në momentin kur kryetari i bashkisë së Chicagos thotë që kjo krizë nuk ekziston, duke ditur që e bëjnë të zgjidhë kriminalitetin, kështu që ne nuk flasim dot për këtë pjesë. Dhe ka shumë njerëz që vriten për shkak të këtij kriminaliteti, normalisht ka për detyrë qeveria federale të ndërhyjë për të garantuar rendin. Vlen gjithashtu të thuhet që të paktën na kuptojnë dhe dëgjuesit si funksionon sistemi policor në Amerikë. Nuk ka një polici shtetërore, nuk ka një polici federale në Amerikë. Domethënë është FBI-a, por FBI-a nuk merret me këto gjëra. Policit në një farë mënyrë janë lënë shteteve dhe janë lënë bashkive. Domethënë NYPD për shembull është New York Police Department, CPD është Chicago Police Department, pra departamentet e policisë janë lënë bashkive. Mirë po, qeveria federale i financon, pra ka mundësinë të çojë para ose të keqë para. Ajo që Trumpi po kërkon të bëjë është të invokojë aktin e rebelimit, Insurrection Act, që i vitit 1807 nga presidenti Thomas Jefferson, ku ushtria amerikane me urdhër të presidentit mund të çohet në rrugë për të luftuar kriminalitetin dhe garda kombëtare që ti përmende, që në fakt është i përket shteteve, nuk i përket qeverisë federale, sipas këtij akti mund të federalizohet, mund të vihet në shërbim të qeverisë federale pra të presidentit. Dhe Trumpi këtë logjik kushtetuese, këtë logjik ligjore, bazuar ke ky akti i Insurrection i vitit 1807 po përdor. Në kushte normale nuk do ishte ai që ne donim, por në kushte kur ka një kriminalitet shumë të madh në qytetet amerikane, Chicago ka rreth 2000 të vrarë në vit, për një qytetin e tretë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, është qyteti i tretë më i madh pas New Yorkut dhe LA-t. Është qendër e kapitalizmit botror, është qendër e qytetërimit botror. Të kesh një kriminalitet kaq të lartë, është pak a shumë është e papranueshme. Dhe jo më kot Trump po kërkon të ndërhyjë. Në këtë kontekst, Egon, unë gjithashtu doja të në një farë mënyrë të jepja pak më shumë në një farë mënyrë shikim tek aspektet për cilat Trump po kritikohet shumë dhe mendoj që ka edhe kritik të drejtë aty për faktin që ka disa figura demokrate që
po akuzohen aktualisht nga Departamenti i Drejtësisë, nga Department of Justice, Ministria e Drejtësisë versioni amerikan, për krime të ndryshme. Për shembull, James Comey është po akuzohet nga FBI aktualisht, po akuzohet nga Departamenti i Drejtësisë, ka qenë ish shefi i FBI-s në kohën kur Trumpit ju hap ajo e problemi me Rusin, me ndërhyrjen e Rusë në zgjedhje. Leticia James është kryeprokurore e New Yorkut. Edhe ajo tani po përballet me akuza nga Departamenti i Drejtësisë së Trumpit. Leticia James ka qenë ajo që ka nisur procedimin penal ndaj Trumpit në New York, procedim civil për qenë më i saktë, në kohën kur ai po rikandidonte. Adam Schiff është senator i Kalifornisë, edhe ai po përballet me akuza nga Departamenti i Drejtësisë. Andrew Cuomo ishte guvernatori i New Yorkut që tani po rikandidon në fakt për kryetar bashkie të New Yorkut, edhe ai po përballet me akuza nga Departamenti i Drejtësisë. Janë të gjithë figura demokrate, janë të gjithë figura liberale dhe shumë figura në Amerikë kanë ngritur shqetësim që Trump po targeton kundërshtarat politik. Unë nuk e di sa e vërtetë është kjo, por në një farë mënyrë vlen të thuhet dhe gjëja e fundit që unë do doja të përmendja ka të bëjë në një farë mënyrë me këto ICE raids, pra sulmet që ICE po bën në komunitete. ICE është organizata anti-emigracion të paligjshëm në Amerikë, një agjenci federale. Amerika ka një problem të madh me emigracion e paligjshëm dhe jo më kot ICE po ndërhyn fuqishëm që të deportojë një pjesë të madhe të emigrantëve të paligjshëm me të drejtë duke zbatuar ligjin amerikan, por po has shumë përfshirësi edhe nga populli që po reziston, edhe nga policitë lokale. Rasti i fundit ishte i Chicagos, të cilët nuk bëjnë detyrën dhe nuk e lejojnë ICE-in të veprojë, por edhe nga organizata ekstremiste terroriste, siç është ajo e Antifës, të cilën Trumpi me një urdhë ekzekutive ka shpallur organizatë terroriste, dhe që së fundmi madje dje mbajti një tryezë me Kirsti Novin, me Kash Patelin që është drejtori i FBI-s, me Pam Bondi që është kryeprokurorja, për rrezikun që Amerikës i kanosur nga Antifa, në një kohë ku në fakt vlen të thuhet edhe për një publik shqiptar, Antifa është organizatë që funksionon jo vetëm në vendet e Evropës, por edhe në Shqipëri. Një organizatë terroriste, e shpallur terroriste nga presidenti Trump ndërmjet një urdhë ekzekutiv. Pra, në një farë mënyrë agjenda Trump prek edhe vende që nuk janë Amerika. Qartë. Mirë, Ruel, duhet të kalojmë pak në Shqipëri tani, sepse kemi pas një ngjarje të rënda, duhet të thënë. Dhe po e nis pikërisht me vrasjen e në detyrë gjatë procesit gjyqësor, gjatë dhënies vendimit i gjyqtarit Astrid Kalaja pak ditë më parë, ka patur shumë reagime nga komuniteti, nga opinioni publik, të cilat në një masë dërmuese kanë shprehur, po themi, dënim për sistemin e drejtësisë, jo për gjyqtarin e ndjerë në fjalë konkretisht, por për mos funksionimin e sistemit të drejtësisë. Kemi patur reagime politike që janë fokusuar tek çështja e sigurisë në institucionet dhe në gjykata dhe nga komuniteti i drejtësisë, nga komuniteti i avokatëve, reagime të cilat janë fokusuar tek, po themi, një ristrukturim i sistemit të drejtësisë. Ti si e ke parë si ngjarje këtë dhe ku je në opinionin tënd? Unë mendoj që është një ngjarje e tmerrshme, është absolutisht një sulm barbar, kriminal, antiligjor dhe madje edhe terrorist ndaj sistemit të drejtësisë në rendit ligjor në Shqipëri ndaj shtetit shqiptar. Unë jam në një farë mënyrë tërmaksur ose indinjuar shumë, nuk po them tërmaksur, por indinjuar nga dy lloje reagimesh. E para ka qenë reagimi i Xhaxhait të vrasit, ose të dyshuarit për vrasje, i cili tha që nëse gjykatësi tjetër tha dënon Tim Nip, unë do të bëj të njëjtën gjë me atë, domethënë vijon barbarizmi, vijon vetgjytësia, vijon ky mentaliteti unë ta marr jetën nëse nuk bie dakord me ty. Dhe nga ana tjetër, faktikisht shokta pseudoanalistët edhe pseudo-eruditët e medjave online, të cilët fillojnë dhe fajsojnë klasën politike për çdo lloj psikopati që shkon dhe vret dikë. Nuk ka asnjë fare klasa politike për deficiencat e thella kulturore të një populli. Dhe ne analizën do ta nisim nga këtu, nga fakti që kultura e dhunës në këtë vend, në këtë shoqëri promovohet kudo. Në media, në art, në shkolla, në politik, po duhet në politik patjetër, kudo. Pra ne kemi një problem të madh kultural me këtë mentalitetin e eposit kreshnikëve, me këtë mentalitetin e të fortit, me këtë mentalitetin tribal të mos respektimit të shtetit, dhe mos respektimit të ligjit dhe të bërit çfarë do ti, kur do ti dhe si do ti. Për këtë duhet të flasim ne si intelektual Egon,
përpara se të flasim për klasën politike dhe përpara se të flasim për deficiencat në sistemin e drejtësisë. Fakti që sistemi i drejtësisë ka deficienca, fakti që njerëzve i ka ardhur majt hundës raste që zgjasin me 10 me 15 vite për çështje pronash, fakti që këtu është bërë një barbari, qoftë nga kriminalët komunistë që u vodhën tokat shqiptarëve për 50 vite dhe nga të papërgjegjshmit mbas viteve 90 që me ligjin 7501 në një farë mënyre ndan tokat ke pronarë që nuk ishin pronar. Ne i dim të gjitha këto, por kjo prap nuk justifikon vrasjen e një gjyqtari apo një efektivi apo një funksionari të shtetit në krye të detyrës. Kështu që asnjë justifikim për ngjarjen që ka ndodhur, nga ana tjetër sigurisht që unë mendoj që ne duhet të flasim për probleme strukturale. Duhet të flasim për faktin që nga Bashkia e Shkodrës, konkretisht në këtë rast, është bërë një mishmash. Pra kemi 31 familje, të cilat shtrëhohen në pronë shtetërore, del dikush në 2012 dhe thotë unë i kam të gjitha letrat për të bërë pronar, ai shfall pronar nga Ministria e Financave, i jepet edhe dela për para bler apartamentet, ai ble apartamentet me të drejtën ligjore, ndërkohë që banorëve nuk u jep askush asnjë zgjidhje, pra që normalisht kur ti blen apartamentet, ke të ka të njohësh shtetit të drejtën ligjore, me të drejtë ti ke të drejtën e asaj prone dhe asaj ndërtese që ndërtohet me atë pronë. Ndërkohë që përmbarimi ka shkuar në 2013 apo 2014 për të bërë largimin e banorëve, sepse gjykata shkallës parë ja kishte dhënë pronën të akuzuarit për vrasje, dhe banorët nuk janë larguar. Vendimi i përmbarimit nuk është zbatuar dot, pra tregon që shteti ynë ka një problem të madh me zbatimin e ligjit. Kjo nga gjykata shkallës parë ka vërtetur në apel, dhe në apel ndodhi ajo që ndodhi para 3-4 ditësh. Domethënë, dhe e gjitha kjo në kontekstin e mungesës totale, dhe këtu mund flasim për politikën, mungesën totale të zgjedhjes politike nga Bashkia e Shkodër, që duhet me dojë mos tu kishte dhënë një zgjidhje aty 31 banorëve. Në momentin kur ka dalë një pronar legjitim, Ministria e Financave thotë është pronar legjitim, gjykata e shkallës parë thotë është pronar legjitim, ka bler ato apartamente, ata njerëz duhet të largohen që aty. Dhe në momentin kur ata largohen që aty, shteti të mos çoj para ke oligarkët edhe ke investitorë strategjik, por parat ti përdori për strehuar edhe 31 banor diku tjetër. Dhe kjo do të ishte zgjidhja. Kjo nuk ka ndodhur dhe sigurisht mungesa e zgjidhjes politike prodhon atë që prodhon dhe gjë fundet që do të them e gonda pastaj do ta lë fjalën ty për të dëgjuar dhe mendimin tënd. Kemi edhe një problem ne këtu me këtë një farë me mosndarjen që ne kemi të shtetit dhe private. Domethënë skaneri nuk punonte. S'ka investime fare për gjykata, për sigurinë. Skaneri nuk punonte. Flitet që ka një kompani private, Illyrian Guard, e cila në fakt është në varësinë e Ministrisë së Brendshme, por është kompani private, e cila ruan sigurinë e gjykatave. Pse s'është policia e shtetit aty? Pse policia e shtetit ruan vetëm hapësirën e jashtme të gjykatës dhe nuk është brenda për të garantuar sigurinë e gjykatave? Pam deklaratën e papërgjegjshme të Ministrisë së Brendshme, ministres së parë grua të brendshme në Shqipëri që dele thotë aty që policia e shtetit s'ka asnjë përgjegjësi. Si s'ka policia e shtetit përgjegjësi? Më e pakta policia e shtetit duhet të ketë përgjegjësi. Ne nuk duhet të kemi asnjë kompanie private në asnjë formë, në asnjë mënyrë që ruan shtetin tonë. Duhet të jetë policia e shtetit. Nuk duhet të kemi kur raste kur si në rastin e gjykatës apelit, kancelari i gjykatës punson një roje private aty, që vjen dhe punon edhe bën kontrollin para se të futen njerëzit në gjykatë. Kujtojmë që ai zotria është arrestuar mbi 60 ca vjeç burr për shkak se ka bërë kontrollin ashtu siç duhet dhe ka lejuar një vrasje. Pra të gjithë to tregojnë që kjo ideja që ja japin privatit funksione që do ta bëjë shteti, në fakt nuk ka funksionuar përpos mungesës së vullnetit politik edhe deficiencave kulturore që ne kemi si popull. Po, në fakt unë jam në pjesë më të madhe të gjërave jam absolutisht dakord me ty dhe mendoj që realisht ka shkarë nga të gjitha anët si në aspektin shoqëror, kulturor, ekonomik, politik, në çështjet e sigurisë, sa i takon këtij rasti. Kështu që nuk e di nëse mendojnë që është momenti që këtu të ndërmerret një reflektim i thellësparë mbi të gjitha hallkat që përbëjnë këtë dështim që ka sjellë në këtë ngjarje kaq tronditse, apo do të kalohet edhe kjo si gjithë të tjerat me disa, po them, makijazhe të lehta për të vazhduar pastaj të jetojmë ditën tjetër. Unë mendoj që është kjo e dyta, sepse ndryshimet e mëdha vinë nga rrënjët, nuk vinë nga gjethja. Domethënë nuk mund të presim dot që politika
të bëjë një ndryshim edhe ta përhapë ke pjesa tjetër e shoqërisë. Duhet që vetë shoqëria të ketë një farë zgjimi që këtu nuk ekziston. Si e dim ne këtë që nuk ekziston? Shko në Beograd. Rinia serbe ka një muaj, mos të më shumë, po një muaj të paktën, që ka mbushur sheshet e Beogradit. Në një kohë kur rinia shqiptare shijon Dërmiun dhe Shëngjinin. A nuk është dhe Serbia një autokraci? A nuk është Vučići njëri i korruptuar dhe i akuzuar për lidhje me bandat? Po pse dalin serbët? Kurse ne këtu europianët në thojza nuk dalim? Pra kjo është pyetja që ne do t'i bëjmë vetes. Dhe përgjigja është për 1000 arsye kulturore, antropologjike, kombëtare, ekonomike, historike, nuk ka rëndësi, ne jemi një popull me zero kosciencë komunitare. Zero. Fare, s'kemi asgjë ne. Dhe pa i thritur kokës, pa i thritur mendjes ne, nuk ka për të bërë asgjë në këtë vend. S'ka për të bërë asgjë, sepse dhe politika kur bën ndryshime, kur edhe politikanët, ta shtetarët, kur duhen të bëjnë gjëra, normalisht edhe një reformë progresiste, ke të pamundur ta vësh në zbatim në momentin kur njerëzit nuk ta zbatojnë, në momentin kur njerëzit nuk ta implementojnë. Kështu që e gjitha, domethënë shkon ke kultura. Kështu që unë mendoj që ka dhe një gjë, edhe po ta marrim nga ana pragmatiste, pra atë veprim që është veprim kriminal. Nëse do ta shikojmë dhe nga pikpamja pragmatiste e arritjes së disa qëllimeve afat shkurtra, as ato nuk i arritur. Sepse mirë që e humbi pronën, po tashi do humbi dhe lirin, do shkojnë në burgim të përjetshëm. Kështu që vërtet kjo duhet i shërbej të gjithë opinionit publike dhe të gjitha komuniteteve që kanë problemet e tyre historike dhe politike që vërtet reflektojnë dhe të kuptojnë që disa veprime jo vetëm që janë kriminale, po janë shumë të nxituara dhe nuk i shërbejnë as zgjidhjeve afat-shkurtra të problemeve në thelb. Unë të falenderoj që ti e bën si thirrje, megjithatë unë mendoj që ka një gabim të vogël, sipas mendimit tim në premisën tënde, premisa jote është që shqiptari niset nga ideja për të zgjidhur problemet. Unë mendoj që shqiptari niset nga ruajtja e nderit. Domethënë ai nuk e intereson e merr pronën, i del si del e vet, ai do të ruajë nderin e vet. Kur ai është prekur nderi, ai bën çdo gjë. Më kupton, domethënë ata ti për shumicë efekte deklarat, por unë mendoj që nuk do parandalitet asgjë, sepse njerëzit tu ruajnë nderin. Mund t'i bësh çdo gjë, ti marrësh lirin, tu marrësh pronën, ti trajton si dele, ti ja blesh votën çdo 4 vite. Po ja preken nderin, aty ke marrë fund. Shiko, kjo është e vërtet, po unë realisht mendoj që në rastet e pronave edhe me avokat që kanë folur, sigurisht se unë nuk jam i përfshirë drejt për drejt në këto çështje, rastet edhe me njerëz të ndryshëm që janë palë interesi, rastet e pronave janë çështje shumë të ndjeshme që lidhen drejt për së drejti me perspektivën dhe ekonominë dhe përditshmërinë, pra po them të ardhurat e përditshme, ato që janë më urgjentet që ti t'ja dalësh mban, që ti të kesh se me çfarë të ushqesh fëmijët, që ti të kesh, nuk e di nëse është ky rasti specifik, mund të mos jetë ky, po them, këto janë çështje që vërtet nuk, domethënë, çështja e nderit hyn, po hyn edhe vërtet çështja e mundësisë vetme që ti ke praktikisht në jetë, në mungesë të perspektivës së një shkollimi, të një punësimi, të një perspektive jete më komplekse, e vetmja gjë që ty të ngjelet është prona në këtë vend. Kështu që janë çështje që mund të shkojnë shumë tragjikisht, po në këtë mënyrë jo që nuk i zgjidh këto, po humbet dhe lirinë dhe shkon në burg, kështu që ky është problemi i madh. Në këtë rast. Dakor, padrejtia ekonomike dhe sociale në këtë vend gëlon, s'ka pikë diskutime. Është një vend që shumë i varfër, është një vend që ka nevojë mendon për reforma themelore, të cilat pasurojnë, fuqizojnë dhe emancipojnë qytetarët. Edhe shpresoj që këtë ndodhi një ditë. Shumë e vërtetë, unë realisht shpresoj, u zgjatëm pak në këtë çështje sepse është vërtet një çështje shumë e rëndësishme, jo vetëm se është e rëndë, dhe është kriminale, dhe është akt terrorist, por është një kënd ku ti mund ta shikosh shoqërinë shqiptare edhe të ndoshta të bësh disa ndryshime të mëdha. Megjithatë, dua ta vazhdoj shpejt e çështja tjetër, e cila ka gjithashtu rëndësi politike, bëhet fjalë Ruel për zgjedhjet lokale të 9 nëntorit. Unë doja të ndalësh si e ke parti procesin e përzgjedhjes së kandidatëve në opozitë, nga pjesa e opozitës tek Partia Demokratike. Ata kanë dalë tashmë me një emër që është aktori Florian Binaj, megjithatë ka patur goxha diskutime në opinionin publik. Si e vlerëson ti këtë gjë? Unë mendoj që zgjedhja e zotit Binaj për kandidat për kryetar bashkinë Tirana është shembulli më i qartë i asaj që është graviteti politik. Domethënë what goes up must come down dhe edhe vice versa. Domethënë
opozita shqiptare ka prekur një pikë tani, një pikë të mungesës shprese, edhe mungesë perspektive që u vërtetua dhe nga fakti që asnjë person, shumë pak njerëz në Partinë Demokratike që ishin figura serioze për të fituar e pranuan garën. Dhe kjo ka bërë që në ato në një farë mënyrë tunelet e mungesës së shpresës, opozita shqiptare të dali, unë mendoj një zgjidhje shumë të mirë. Që është zgjidhje dorëzimi, është zgjidhje kapitulimi, domethënë ti nuk ke the zgjidhje shumë e mirë dhe nuk e kuptova pastaj. Zgjidhje kapitulimi, okay. Pra, nuk janë kontradiktore, në sensin që ne nga partitë politike ekzistojnë që të promovojnë figura politike, pra të kandidojnë figura politike. Duke ditë që Partia Demokratike është e pavotueshme nga shumica e njerëzve, opozita shqiptare është e pavotueshme me figura politike brenda vetes vet, sepse nuk e ka reformuar veten e vet dhe sondazhet e tregojnë këtë gjë. Ata në këtë dëshpërim kanë gjetur një zgjidhje që në fakt është zgjidhja më e mirë e mundshme nëse opozita do të maksimizojë votën. Një kandidat si Florian Binaj që është i njohur dhe është jashtë spektrit të partive politike dhe mbi të gjitha, fal propozimit të zotit Shea, një kandidat i cili bashkon pjesën më të madhe të partive opozitare si mënyra e vetme për të maksimizuar votën në një sistem që kujtem zgjedhja kryetare e Bashkisë Tiranës është sistem majoritar, nuk është sistem proporcional. Pra nuk është se një x% vota mund të prodhoj përfaqësim. Votat e tua o shkojnë për kandidatin fitues o digjen. Dhe në këtë kontekst, zgjedhja e zotit Binaj mendoj në strategjikisht më e dura. Unë nuk e besoj këtë teorinë që zoti Binaj u çua një mëngjes e tha unë do dal kandidati pavarur, mendoj që ka pas shtyrje nga dy parti opozitare, Partia Demokratike dhe Lëvizja Shqipëria Bëhet, që zoti Binaj të nxirrte kandidaturën e tij, kjo është thjesht bindja ime. Kjo është arsyeja se zoti Shea i tha u prem në bes, sepse normalisht donte zotin Hasimja për kandidat të opozitës. Megjithatë tha që ne do ta mbështesim sikur të ishte propozimi ynë, pavarësisht se u prem në bes. Po, dhe këtë do thoja që për mua bëri gjën e duhur në fund, pavarësisht polemikave edhe debateve të brendshme, që bëri gjën e duhur duke mbështetur një kandidat opozitar, siç edhe Endri Shabani Smasture ka bërë gjën e duhur. Shqetësimi im në këto zgjedhje do jenë votat e Arlit Qorit, që sigurisht ka lirinë e vet të plot të kandidojë për kryetar bashkie me partinë e tij politike, por unë mendoj që ato 13.000 apo 15.000 apo 20.000 vota që do marrin zoti Qori, pavarësisht se mund të jenë në një farë mënyrë sinergjia e njerëzve të cilët besojnë ke kauza zotit Qori, janë vota të çuara dëm, se ne dimë që zoti Qori s'mund të bëhet kryetar bashkie, si ka vota dhe ato vota do ishin më mirë të shkonin kandidatit të opozitës sesa të shkojë një kandidat i tretë që praktikisht do ishte si të shkonte Gerta Manasiliut. Ajo vot. Megjithatë ai e ka lirin ta bëjë këtë gjë në shoqëri të lirë, në demokracinë tonë, kështu që nuk mendoj që është një vendim nuk mund të gjykohet parimisht, por pragmatikisht patjetër që ka implikimet e veta. Mendojnë që do të kenë histori këto zgjedhje apo e parashikojmë dhe mund të paragjykojmë rezultatin që tani? Unë në fakt në kanalin tim në YouTube sot do të hedh një projekcion, një parashikim timin për zgjedhjet. Dhe pa dash të bëja të spoilering, po unë mendoj që do të kemi një rezultat shumë të ngushtë, por për shkak të zotit Qori, dhe nuk e them për të fajsuar zotin Qori, por thjesht për të llogari aritmetike, e kuptoj. Për qetësuar matematikën politike, Zoja Maristeli do të jetë kryetare e Bashkisë së Tiranës, vetëm për të dhënë ca shifra për publikun. Në vitin 2023, Partia Socialiste, Erion Velia e mori 158.000 vota në Tiranë, domethënë 54%. Ndërkohë që Partia Demokratike Sali Berishës, të kujtojmë, kishim bashkë fitojmë, ishte PD dhe LSI dhe Partinë Demokratike të zotit Basha që kandidoi me Roland Bekon. PD e Berishës mori diku 100.000 vota, Belin Kulliçi. Dhe të bashkuara, supozojmë që kandidati i opozitës do marri edhe PD-n e Saliut dhe PD-n e Bashës votat. Në 2023 ishte 123.000. Ndërkohë që në vitin 2025 në qarkun e Tiranës, PS nga 54% të votave ka shkuar në 48% të votave. Nëse ne supozojmë që qarku reflekton përqindjen në bashki, pra 48% në qark mund të jetë 48% në bashkinë më të madhe, Partia Socialiste do ketë një rënje në vota. Pra ajo diferenca nga 30.000 që ka qenë në vitin 2023 mund të shkojë në 20.000, në 10.000, në 15.000. Unë mendoj, kjo është pas me një kat X apo epsilon të opozitës. Duke qenë se zoti Binaj është një kandidat që mund të marrë dhe vota të pavarur dhe vota independente, të marrë dhe vota jashtë spektrit politik, ajo diferencë nga 20.000 mund të bëhet 5.000, mund të bëhet 3.000, mund të bëhet 2.000. Unë e besoj këtë gjë, por prapë votat e zotit Qori janë atje. Dhe janë vota të cilat nuk shkrin nga opozita, por që e mbajnë zonën Manastiriu 2-3.000, 4-5.000 vota mbi kandidatën e opozitës.
Që o thotë që do të jetë një gare fort, do të jetë një diferencë shumë e ngushtë, por matematika politike, edhe unë shpresoj të jemi gabuar, nuk më çon tek ideja që Florian Bine mund të bëhet kryetar bashkie. Shpresoj të jemi gabuar, se dua që të bëhet kryetar bashkie. Qartë. Okej, e fundit që dua diskutojnë çështje që ka prekur opinionin publik ditët e fundit, lidhet me vizitën e kryetarit të Bashkisë së New Yorkut, i cili është, po themi, në javët e fundit të mandatit të vet në Shqipëri disa ditë. Një vizitë e cila është paguar, po themi, nga pala jonë, dhe kjo ka është pasqyruar edhe në disa media, rreth 58.000 euro ka kushtuar. Kjo është pasqyruar gjithashtu dhe në mediat amerikane, sidomos tek një nga rastet është New York Times, i cili gjithashtu ka vënë në dukje dhe ka përsëritur aferën me Gonigal për kryeministrin Rama. Si është sheh këtë vizitën dhe për çfarë arsye? Ai bëri dhe një deklarat që ishte i impresionuar, po e perifrazoj, ishte i impresionuar nga teknologjia e Shqipërisë, e kishte fjalën për diellën këtu. Tani kjo është pak e pabesueshme dhe duket që është PR, qartësi. Megjithatë unë dua të kuptoj për çfarë ka ardhur Erik Adamsi një javë në Shqipëri. Realisht dua ta kuptoj, nëse ti e ke këtë informacion. Edhe unë nëse do doja të bësh ambasadori një vendi, ambasadori i shtetit tim në një vend tjetër, do i bëja komplimente të mëdha atij vendi kur të vija dhe mundësisht do rija një javë pak përpara. Pse po thuaj që mund të jetë për ambasador, se vërtet këtë s'më kishte shkruar mendje. Ke dy media, New York Times që është më prestigjioze dhe New York Posti që është më pak prestigjioze, po unë atë lexoj që të thonë që ka rumors, se nuk është e konfirmuar, ka rumors që zoti Adams mund të nominohet nga presidenti Trump për ambasador të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri. Të kujtojmë pak, ka disa gjëra. Para një zoti Adams është një albanofil. Po të shohësh fushatën e tij, ai ka bërë fushat me komunitetin shqiptar amerikan në New York, ka një komunitet shumë të madh shqiptar që jeton në New York. Ai ka bërë shqiponjën disa herë, ka thënë që i pëlqen Shqipëria, ka festuar 28 nëntorin. Pra është një albanofil. Ata që nuk e di nga i vjen, po puna e tij. Nga ana tjetër, Erik Adams ka një marrëdhënie çuditërisht të mirë me president Trump, duke qenë demokrat. Se është demokrat, ai kundërshtoi agjendën e emigracionit masiv, e kthimit të New Yorkut në një qytet sanktuar nga administrata Biden. Mbasi ai e kundërshtoi këtë agjendë, Bideni i hapi një çështje për korrupsion, departamentin e drejtësisë së Bidenit. Erdhi Trumpi në pushtet dhe urdhëroi departamentin e drejtësisë ta mbyllte këtë si çështje dhe aktualisht Adams nuk do rikandidojë më. Kjo ka bërë që stafetën e kandidimit ta marrë ky komunisti Zoran Mandami, që mund të bëhet kryetari i parë komunisti i Bashkisë së New Yorkut, me gjithë muhabet tjetër kjo. Dhe zoti Adams tani kërkon të dalë nga skena politike, duke marrë një pozicion ndoshta në administratën Trump. Dhe bën sens që ai të vinë në Shqipëri, të flasë për turizmin, të flasë për marrëdhëniet Shqipëri-Amerikë, të flasë për linjën e parë Tiranë-New York City, që është në fakt është një pritim elektoral i zoti Rama për mandatin e katërt, e ka përmendur disa herë, dhe sigurisht nuk mund të bëhet dot kjo pa pasur lidhje drejt për drejtë me kryetarin e Bashkisë së New Yorkut, që mund të bëhet dhe ambasador. Kështu që unë e shoh këtë në kontekstin e një marrëdhënie simbiotike midis Ramës që kërkon atë linjë Tiranë-New York City, Erik Adamsi që do të bëhet ambasador i Shtetit Bashkuar në Shqipëri, dhe edhe një gjë tjetër që duhet të përmend është marrëdhëniet e Trumpit me Ramën nuk kanë qenë asnjëherë të ngrohta. Në sensin që Rama si pseudo-erudit që është, domethënë e kritikonte Trumpin në vitin 2016, thoshte ky është rrezik për demokracinë e tjerë, pastaj kërkoi ta titërishte mbrapa fjalët e tij dhe ka gjetur një mënyrë për të mbajtur marrëdhëniet me establishmentin liberal, sepse Erik Adams është demokrat, por për të zgjedhur një figurë të establishmentit liberal që është afër Trumpit, që është Erik Adams. Dhe në një farë mënyrë ai e përdor këtë edhe si një middleman, si një middle point, si një pikë lidhje me administratën Trump. Pra ka dhe një racio politik aty nga mbrapa, mendoj. Ka dhe një çështje të pragmatizmit, qartë në këtë rast. Mirë, Ruel, unë të falenderoj për bisedën që zhvilluam bashkë dhe për informacionet që solle këtu në